Ndërsa konflikti i Rusisë në Ukrainë po hyn në vitin e 5, presidenti Vladimir Putin duket se po zgjeron fokusin e tij drejt vendeve përreth. Me shqetësimet në rritje se agresioni rus mund të afrohet gjithnjë më shumë me Evropën, roli i NATO-s mund të varet nga një pikë kyçe strategjike që po forcohet me ritme të shpejta. Në rast të një përplasjeje mes NATO-s dhe Moskës, deti Baltik pritet të jetë një nga zonat më vendimtare, dhe në qendër të këtij korridori të ngushtë detar ndodhet Gotlandi, ishulli më i madh i Suedisë, i cilësuar shpesh si spiranca e NATO-s. I njohur për trashëgiminë mesjetare dhe bukuritë natyrore, Gotlandi ka marrë sot një funksion krejt tjetër. Ai po militarizohet intensivisht. Në ishull po vendosen sisteme moderne raketore, po ndërtohen struktura të reja ushtarake dhe po ngrihen qendra vëzhgimi, si pasojë e frikës në rritje për një përshkallëzim të mundshëm rus. Megjithatë, kjo lëvizje nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Rëndësia e Gotlandit buron nga pozicioni i tij strategjik. Sipas ekspertëve, Suedia synon dy objektiva kryesore. Së pari, të pengojë çdo tentativë ruse për ta përdorur ishullin si bazë ushtarake, që do të kërcënonte Evropën dhe linjat detare të furnizimit. Së dyti, të mbikëqyrë aktivitetet sabotuese ruse në Baltik, pjesë e asaj që quhet luftë në zonën gri. Gotlandi, i përshtruar si një aeroplan mbajtëse që nuk fundoset, ndikon drejt për drejt në kontrollin e rrugëve detare, veçanërisht për shkak të afërsisë me Kaliningradin. Pas demilitarizimit në vitin 2005, ishulli u riarmatos në 2015 pas aneksimit të Krimes. Pas antarësimit të Suedisë në NATO në vitin 2024, pritet që deri në vitin 2027 aty të stacionohen rreth 4.000 trupa, të pajisura me tanke Leopard, mjete luftarake CV-90 dhe sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore.